Falenderojmë Allahun xhaleshanu me falenderimet më të sinqerta, më të plota, siç meriton i madh i Zot falenderohet. Zot, ty të qofshim falje Allah për çdo mirësi e për çdo begati që falë dhurove. Shtoje mirësinë tënde o Zot për gjithë secilin prej nesh, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Na falë dhe na mëshiroja Allah, udhëzoj zemrat edhe mendjet tona në rrugën tënde për tek më e bukura, më e mira. Ajo që ndriçon dynjan edhe ahiretin ton, ti e udhëzuesi dhe orientuesi, ato që ti e udhëzove në rrugën e drejtë, kush mund ta devijojë nga rruga jote, ja Allah? Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i qejve dhe i tokës, Allahu xhaleshanu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i miri njeri, atij familjes tij, shokëve tij. Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin ya Rabb. Xhamati nderuar, Allahu xhaleshanu na solli në Kur'an shembuj të zgjedhur nga profetët e tij. Sprovat që kanë kaluar dhe durimi dhe qëndrimi i tyre ndaj sprovave të ndryshme që Zoti xhaleshanu me të cilat i sprovoi. Nuk ka mundësi të kujtosh Ejubin alayhis salam, profetin e mirë dhe të urtë, e mos të shkojë mendja tek shembulli i durimit ndaj sprovave, tek shembulli i kurajës, tek shembulli i qëndrueshmërisë që dha Ejubi alayhis salam për të gjithë njerëzimin. Shembull që e shënoi Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar. Një histori e bukur dhe e mrekullueshme e cila është frymëzim për çdo të sprovuar. E kur njeriu ka një sprovë në jetën e tij, e kujton historinë e Ejubit alayhis salam dhe frymëzohet dhe merr suport shpirtëror tek ajo histori. Derisa një hadith, profeti alayhis salatu wassalam na tha se ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu do të marrë përpara tij në pyetje një person që ka qenë shumë i pasur. Dhe i thotë, robi im, thotë, ç'të bëri ty, thotë, që të hutohesh ndaj Zotit tënd? Ç'të bëri ty që të hutohesh ndaj falënderimit dhe madhrimit për Allahun xhaleshanu? Ç'të bëri ty që të lesh pas dore faljen, adhurimet dhe detyrat që ke karshi atij që të fali gjithçka? I thotë, Zoti im, thotë, pasuria madhe. I ndenja, thot, në kokë, Allah thot se po mos t'i rish gjërave në kokë nuk bëhen. Fillojnë çalojnë dhe punët edhe angazhimet e shumta ma morën mendjen edhe ma morën kohën. I thot Allahu xhaleshanu, po më i pasur se Sulejmani alayhis salam ishte ti, i cili kishte gjithë botën dhe kishte sundim ndaj njerëzve, xhindve dhe kafshëve dhe gjithçka tjetër. E kjo nuk e pengoi Sulejmanin alayhis salam që të ishte i rregull dhe të t'i bënte falënderimin edhe mirënjohjen edhe madhrimin Allahu xhaleshanu. E merr një person që ka qenë shumë i varfër në këtë jetë. Dhe i thot, robi im, ç'të bëri, thot, që ti të hutohesh ndaj Zotit tënd dhe obligimeve që ke. Varfëria madhe, thot, o Allah, thot, a më i varfër se Isa alayhis salam ishte ti, subhanallah. Derisa vjen një person që ishte shumë i sprovuar. Dhe i thot, robi im, thot, si e harrove Allahun tënd? Thot, sprovat o Zot. Thot, e ku ka pas njeri më të sprovuar se Ejubi alayhis salam? Dekada, sprove madhe, mbas një bollëku, mbas një pasurie dhe mirëqenie të madhe, e sprovoi Allahu xhaleshanu shëndetin e tij, pasurinë e tij, familjen e tij, dhe shembulli i qëndrueshmërisë e Ejubit alayhis salam u bë shembull për gjithë njerëzimin. E nuk ka shkas për askënd në çfarë do lloji gjendje qoftë ai mirë apo sprov apo vështirësi, që të humbi udhën edhe të humbi orientimin e Allahut xhaleshanu. Allahu xhaleshanu neve na tregoi o vëllezër dhe motra për dy profetë të mëdhenj, Zekeria alayhis salam dhe Ibrahimi alayhis salam, të cilët Allahu xhaleshanu i sprovoi me një sprovë të fortë edhe të madhe për një kohë të gjatë, nuk kishin fëmijë. Derisa i humbën edhe sebepet njerëzore që të kishin fëmijë, se i tejkaloi edhe mosha. E jo më kot Allahu xhaleshanu neve na jep të shembuj në Kur'anin famlar që neve t'i lexojmë ato, edhe t'i marrim për udhërrëfim, edhe t'i marrim për shembuj dhe për mësime në jetën tonë, sepse siç janë sprovuar ato, sprovohemi edhe neve.
por çfarë duhet bëjmë? Duhet jemi të durueshëm. Duhet jemi njerëz cilët sido që të vinë situatat, nuk duhet hutohemi nga rruga e Allahut xhaleshanuhu dhe mos hutohemi nga qëllimet kryesore që i kemi në jetë. Imagjino sa temë jetike është kjo që neve do të flasim sot me lejen e Allahut xhaleshanuhu, saqë unë mendoj se hoxhallarët edhe imamlarët të gjithë duhet flasin për këto tema, se janë gjërat për përditshmërisë tonë. Dhe ne duhet i kemi parasysh ato edhe të marrim mësim, edhe të stimulohemi, të suportohemi me këto shembuj të bukur që na i dha neve Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar. E para fare, që mos të gënjej shejtani mallkume dhe mos tallet me ty i mallkumi shejtani. Mos harro edhe mbaje mend se sprovat nuk do të thotë se ty po të dënon Zoti xhaleshanuhu. Do të ishte gabimi më i madh që dikush mendoj se në një sprov po e dënon Zoti xhaleshanuhu. E kur të kujtosh Ibrahimin alayhis salam, për cilin Allahu xhaleshanuhu tha: "Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Allahu xhaleshanuhu Ibrahimin e zgjodhi për mikun e tij të ngushtë. Ato ta dënonte mikun e tij të ngushtë dhe dashur Allahu xhaleshanuhu. Njeriu i cili e vuri në shërbim jetën e tij në shërbim të misionit hyjnor. Njeriu i cili ndërtoi Ka'ben edhe la gjithë këtë vepër të madhe që edhe ne sot e kësaj dite, derisa të ketë jetë dynjaja, do të bëjmë pra tavafe dhe adhurim dhe ati do t'i shkojnë sevapet. Njeriu i cili ishte gati mbas një kohe të gjatë, edhe sprove të gjatë, që Zoti xhaleshanu i fali fëmijë, ishte gati ta flijonte edhe fëmijën e tij subhanallahu në rrugë Zotit xhaleshanu. A mund thush që Allahu xhaleshanu po e dënonte Ibrahimin alayhis salam që po e sprovonte, ose profetët e tjerë? Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në një vit i ndruan jetë dhe ju larguan nga kjo botë dy njerëzit që e mbështesin më tepër në fillimet e misionit të tij. Ishte bashortja e tij Hatixha radhiyallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, edhe xhaxhai i tij i cili e mbështeste dhe ishte mburoj ndaj mundimeve që i bënin populli i tij edhe kurejshitët, paria e Mekës. Derisa filloi të pezmatohet profeti alayhi salatu wassalam se ai njeri ishte. Mendoj se humbi suportin, mendoj se po i ngushtoheshin rrugët dhe se Zoti e la. E Allahu xhaleshanu i zbriti Kur'an dhe i tha: "Wad-duha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Pasha agimin ashtu siç dali qartë mbas natës dhe e mbush dynjan me dritë, madje edhe natën e cila me qetësinë e saj mbulon dhe fshe atë qetësinë e gjithë secilit dhe hallet edhe problemet që kanë. Nuk të kalën ty Allahu xhaleshanu dhe nuk është i hidhruar dhe i mërzitur me ty, por sprovat janë pjesë e jetës. Nuk është dënim prej Allahu xhaleshanu, nuk të ka kthy shpinën Zoti yt, ama sprovat janë pjesë e jetës. E ne duhet të mësohemi që të mbajmë qëndrimet tona, madje në momente sprovash, neve tregojmë se sa të bindur edhe tregojmë se sa të sigurt jemi neve në rrugën tonë dhe sa mirë japim provat që të qëndrojmë tek e mira edhe aty kur lëkunden gjërat edhe ne jemi në momente sprove. Sprovat neve duhet na lidhin edhe më tepër me Zotin tonë, me Allahun xhaleshanu. Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë: sa herë që i ndodhte një situatë profetit alayhi salatu wassalam, pra fillonte një situatë, një vështirësi, i dërguari i Allahut hynte në namaz, thotë, fillonte namazin, falej namaz. A e ke provu në i herë të ndodhi në i situatë? Po ti çfarë bën në moment situate? Shive profeti alayhi salatu wassalam merrte avdes dhe shkonte falte namaz, ju drejtonte Allahu xhaleshanu para se të fillonte të bënte sebepet njerëzore, u lidhte një herë me Zotin xhaleshanu dhe thoshte: "O Zot, m'jep mirësinë dhe begatinë e kësaj sprove. M'jep o Zot rrugëzgjidhjen që dalim faqebardh dhe sa më mirë nga kjo sprovë, ja Allah." Madje edhe Ibrahimi alayhis salam, momentin që ja morën bashortën e tij Sarën që t'ja çonin tek ai mbreti zullumqar, ja morën për fare. Se kështu bënin, gjenin, shifnin kush ishte ndonjë vajzë ose ndonjë femër që ishte e bukur dhe e fishme, pan që Sara ishte shumë e bukur, ishte shumë e pashme dhe e morën, nuk e pyetën fare bashortin e saj. Madje po tregonte që ishte bashorti i saj do e vrisnin, se kështu vepronin zullumqarët. Dhe imagjino në momentin që e pa veten që s'kishte fuqi edhe po përballej me një sprovë të madhe, futet në namaz Ibrahimi alayhis salam dhe ka qëndruar në namaz derisa i erdhi përgjigja pozitive prej Allahu xhaleshanu. Ky falej nga kjo anë, nga ana tjetër falej bashortja e tij Sara, derisa Allahu xhaleshanu bëri mrekullinë dhe ja liroi bashortën e tij dhe erdhi shëndoshe mirë pa asnjë problem dhe pa asnjë dëm. Elhamdulillah.
Çështja e të pasurit fëmijë tek njerëzit është mirësi e madhe, është begati, është bukuri e kësaj jete. Është suport, është mbështetje dhe është begati e madhe. Ndërsa në hakun e Allahu xhaleshanuhu, Zoti nuk i përngjason njerëzve. Wa qalu ittakhadha Allahu walada, dhe ata thanë Allahu xhaleshanuhu ka fëmijë. Subhanallah, laqad ji'tum shay'an idda, ose wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Nuk i takon Allahu xhaleshanu të ketë fëmijë, se nuk është Zoti xhaleshanu, ju mos e krahasoni me veten e juaj. Është tjetër gjë i madh i Zot, juve jeni tjetër gjë, nuk ka lidhje. Ama për njeriu është bukuria e kësaj jete, është begati, është nga mirësitë më të mëdha të kësaj bote. El malu wal banun zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët janë bukuria e kësaj jete. E keni pa dikush ja ka mbush Zoti shtëpinë plot me fëmijë, i ka dhënë fëmijë të hajrit dhe gjithashtu i ka dhënë edhe pasuri, është mirë, është i kamur nga ana financiare. Mashallah, dynjaja ti e bukur, hecën me mirësi dhe punon me mirësi, jeton me mirësi. E qenia njeriut pa fëmijë është sprov dhe ka peshën e saj në zemër. Por çdo kush duhet kuptoj se në momente sprove, duhet që të kërkoj zgjidhjen edhe të lidhet me atë që e ka në dorë, zgjidhjen edhe rrugdaljen nga sprovat me Zotin e qejve dhe tokës, me Allahun xhaleshanuhu. E nëse ta jep Allahu xhaleshanuhu një dhuratë kaq të madhe siç është fëmia, ta ka shkruajt Allahu xhaleshanuhu. E nëse s'ta jep Zoti, nuk ka kush ta japi përveç ti, pasha Allahun që është një dhe një vetëm. Prandaj lidhu fort me Allahun xhaleshanu, ti që je i sprovuar, qoftë ai i cili nuk ka fëmijë ende, qoftë ai i cili ka një sprov tjetër, lidhu me Allahun xhaleshanu dhe kërkoj Zotit se pasha Allahun ai është i plot fuqishëm. Nuk i kushton asgjë të madhit Zot me dhënë zgjidhje. Çështja e tij është bëhu dhe ajo bëhet me fuqinë e Allahut xhaleshanu. Vëllezërit e mi, jepni shpresë. Pra ti që je i sprovuar, kur mos e humb shpresën ke Allahu xhaleshanu. Kur mos e humb shpresën te ai që ka në dorë zgjidhjen dhe e ka shumë kollajt e më i madh i bujar. Mbase të dikush për njerëzve mund ta humbësh shpresën, po tek Allahu xhaleshanu do ishte gabimi më i madh që të humbësh shpresën pra tek Zoti i gjithësisë. Imagjino Zekeria a.s. ja dha Allahu xhaleshanu fëmijën edhe kur kishin shtëru sebebet njerëzore dhe i kishte hik koha, pra i kishte avancu dhe i kishte të i kalu koha, i dha Allahu xhaleshanu fëmijë. Ibrahimit a.s. gjithashtu i dha Allahu xhaleshanu fëmijë, madje edhe Sarës edhe Haxherës. E pa dyshim për ata cilët sprovohen dhe e kanë provu me qëndru tek Allahu xhaleshanu ashtu siç duhet. Si thot Allahu xhaleshanu wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ndihmoni në jetë, ndihmoni ndaj situatave, ndihmoni ndaj vështirësive dhe sprovave me durime dhe me namaz, mos e lësho veten, mos u pezmato. Mos të gënjej vetja dhe shejtani mallkum të rresh veten, edhe të bësh sikur po gjes suport ke duhani, ke droga, ke alkooli dhe ke bixhozi, edhe të shkatrosh edhe jetën tënde. Sa asgjë nuk e zgjidh, asgjë nuk e duke zgjidh, vetëm thjesht po shkatron veten. Por se lidhu me Allahun xhaleshanu me atë që ka në dorë zgjidhjen, me lejen e Zotit. E lut Allahun xhaleshanu të na falit, na mëshiroj, amin. Zekeria a.s. hyn një ditë në faltoren ku ishte Meriemi. Nëna e Isait a.s. kur ishte e re, ishte akoma pra e re. Dhe shikon, i bën përshtypje diçka se shikon, imagjino mira vjet përpara, shikon që kishte prezent fruta, konsumonte fruta të cilat nuk ishin të stinës, si ka mundësi, ishte pa imagjinueshme në atë kohë. Dhe i thot, qale ja Merjem anna laki hadha, o Merjem, nga të vijnë ty këto fruta? Qalet huwa min indillah. Tha, ato janë prej Allahut xhaleshanu, janë prej Zotit xhaleshanu. Dhe i dha indicje, një besimtare shumë e mirë si Merjemja, i dha indicje një profeti prej profetëve të Allahut xhaleshanu, që Zoti xhaleshanu kur don ai që i ka vendos ligjet dhe rregullat e natyrës, ai me mrekullinë e vet i prish ato dhe i kalon ato se është i plot fuqishëm. Ai që ka vënë ekuilibrat, ai
din që ti sistemoj punët më mirë se kushdo tjetër, subhanallah. Pra kur vin frutat e një stine në një stin tjetër, aty mori një indice dhe një suport. Hunalike daa Zekeria rabbe. Me njëherë shkoi dhe u fut në mihrab dhe filloi duke u lutur Allahu xhaleshanu, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. O Zot, më dhuro mua një trashëgimtar të hajrit, o Allah. Megjithëse i kishte te i kalu koha, Allahu xhaleshanu ja rregulloi bashortën e tij e cila nuk lindte, e bëri që të lindi dhe i fali Jahjan. E Allahu xhaleshanu neve na la duan e Zekerias në Kur'an, që është për gjithë secilin që është i sprovuar me këtë sprov, që ta bëj dhe të marrë shembullin e Zekerias dhe ta bëj këtë lutje se me lejen e Allahu xhaleshanu do t'i japi Allahu xhaleshanu përgjigje. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wa Zakaria idh nada rabbahu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dhe kur Zakaria ju lut Zotit ti dhe i tha, o Zoti im, mos më lër mua të vetëm fillikat, ja Allah, ti je më i miri dhurues i trashëgimtarëve. Këtë lutje e përsëriste. Dhe e shënoi Zoti në Kur'an që gjithë secili që e ka këtë sprovë, siç e kishte profeti Allahu Zakaria, ta bëj këtë lutje me besim edhe me shpirt për Allahun xhaleshanu e Zotit i përgjigjet siç u përgjigj Zekerias. Kam pas shumë raste edhe në komunitetin ton, vëllezër dhe motra, cilët i është vënu kjo mirësi dhe kjo begati që të kenë fëmijë 12 vjet, 13 vjet, 15 vjet. Pasha Allahun, pothuajse nga të gjithë rastet që janë trajtuar, pra, duke i trajtuar me kuptimin që me i dhon një herë një qetësi shpirtërore, me i dhon shpresë, me i dhon një farë rregulli dhe disipline me veten e vet për ca lutje edhe për ca adhurime që të fillojnë ta marrin jetën me të qetë. Normal duke bërë edhe sebepet njerëzore, patjetër. Se ka edhe raste kur shkojnë me kërku fëmijën diku që nuk është fare për atë punë dhe nuk ja thot fare asaj pune. Kemi parë raste kanë shku 3-4 herë, ishte komplet procedura bëhej gabim dhe kemi çuar aty ku duhet. Elhamdulillah, i ka dhënë Allahu xhaleshanu pothuajse të gjithë rasteve i ka begatu Allahu xhaleshanu. Duke bëu edhe këto lutjet, duke bëu istighfarin, duke kërkuar falje Allahu xhaleshanu. Mos e humb shpresën edhe lidhe shpirtin me lutjen tek Allahu xhaleshanu. Do ta mbyll hutben time me një histori që e kam treguar edhe më parë, që tregohet në kohën e Musës alayhis salam. Ka qenë një muslimane, një besimtare e cila i thot Musës alayhis salam, profetit Musa, o Musa, kur të komunikosh dhe ti jesh në takimin me Allahun xhaleshanu, lutju Zotit që mua të më fali fëmijë. Lutju Allahu xhaleshanu që mua të më fali fëmijë. Dhe në momentin që Musa alayhis salam komunikon me Allahun xhaleshanu dhe i thot, o Zoti i gjithësisë, ti di më mirë gjërat se sa unë dhe din gjithçka. Është një motër, një besimtare, e cila më ka lënë një porosi për ty, ja Allah. Dhe më thot që ka një dëshirë, thot, shumë të fortë që të ketë fëmijë se nuk ka fëmijë ende. I thot, o Musa, thot, unë kam caktu, thot, o Musa, që ajo nuk ka fëmijë, sufa nuk bën fëmijë. Nuk është aftë që të bëj fëmijë, pra, ka problem. E Musa alayhis salam preket në zemër dhe në shpirt dhe kur e takon përsëri këtë motrën, ajo i thot, o Musa, thot, a i lutë Allahu xhaleshanu ja parashtrove kërkesën time, i thot, o i motër, thot, lutë ju Allahu xhaleshanu se nuk i thoshte do të që Zoti më tha kështu për ty. Lutë ju Allahu xhaleshanu dhe kërkoi Zotit, thot, me këmbgulje, thot, shtoi lutjet. Dhe ajo e mori të mirëqen porosinë ashtu siç ia dha Musa alayhis salam. Imagjino, mbas një farë kohe e shikon Musa alayhis salam, pra si me thon mbas një viti, mbas 2 vjetësh, e shikon Musa alayhis salam këtë motrën muslimane e cila përkunte dhe kishte në dorë një fëmijë të vogël, një foshnjë. Çuditet dhe i thot, o motër, thot, elhamdulillah, thot, siç më thet, i thot, ju lut Allahu xhaleshanu, Zoti më dha fëmijë. Çuditet Musa alayhis salam. Dhe kur komunikon me Zotin xhaleshanu, i thot, o Zot, thot, nuk kam asgjë, pasha krenarin tate, vetëm thjesht me kuptu o Allah, se më thej që ajo nuk bën fëmijë. I thot, o Musa, thot, unë të thash do të fjala ime, do të është hak,
Por o Musa a.s. o Musa o profeti im thot, aq shumë më luste dhe me aq përgjërim më luste dhe me aq këmbgulje më luste, sa që më erdhi turp të ja kthej lutjen bosh. E unë i fala fëmijë thot krijesës time ose besimtarë sot robi tim subhanallah. A kuptoni o vëllezër dhe motra se njeriu duke e shpeshtu trokitjen në derën e të gjithë fuqishmit, ka mundësi t'i hapet dera të marrë përgjigje. Pa dyshim që do marrë përgjigje sa ishtë më i madh i bujar, Allahu xhaleshanu. Nëse ke diçka që nuk po të funksionon në jetën tate, vallahi, po ju a them me shpirt që unë e njoh Allahun xhaleshanu dhe juve kështu keni për ta pa dhe keni për ta njohur nëse akoma nuk e keni njohur kështu, që Allahu është më i madh i bujar, luteni Zotin xhaleshanu me këmbgulje dhe kërkojeni atë që mendoni se do ju japi Zoti xhaleshanu dhe kini besim ke lutja që bëni. Pasha Zotin e qeve dhe tokës, nuk ka mundësi mos t'ju japi Allahu xhaleshanu nëse kërkoni me shpirt, me zemër dhe me këmbgulje diçka. Ju a them me shpirt dhe ju a them me sigurinë më të madhe, se kështu është Zoti i gjithë fuqishmi. E lusë Allahun xhaleshanu që të na falje, të na mëshirojë. E lusë Allahun xhaleshanu të na bëjë neve të sinqertë në ato që themi, e të na i pranoj veprat, thënjet edhe adhurimet tona. E lusë Allahun xhaleshanu që neve të na fali mëkatet edhe gjunahet tona. E lusë Allahun xhaleshanu që neve Zoti na ndriçoj mendjen, shpirtin edhe zemrën, e të na e bëj dashur, na e bëj dashur profetin e tij, na e bëj dashur fjalën e tij Kuranit, na e bëj dashur fen islamet, na e bëj dashur të mirën dhe të na largoj nga e keqja Allahu xhaleshanu. E lusë Allahun xhaleshanu që neve të na orientoj gjithmonë për tek e mira dhe siç na ka mbledh në këtë xhami të bukur edhe të madhe dhe madhështore, Allahu xhaleshanu të na mbledhë gjithmonë për mirë në këtë dynja dhe inshallah në xhenetet e begata të gjithëve të na bëjë për xhenetlive. O Zot, ty të lutemi na fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. Zoti ju shpërblet.